Helloja, kur I ktheva prapë në Dalina Show në seanca e parë, ndërkohë që Jona ti nuk e shkëputur në asnjë moment, ka vazhduar bashkë me Elonën për seancën e parë, ju keni trajtuar rast pas rast histori të ndryshme. Ka pas histori shumë interesante, do t'ju përgëzoj për punën dhe për përkushtimin e vazhdueshëm që të dyja keni gjatë ndaj emisionit. Unë ndërkohë nuk e kisha planifikuar unë e kisha planifikuar të kthesha, por jo kaq herët, pak më vonë, dhe jo të dielën, por të enten. Por emisioni më shumë I gjatë, kështu që të enteve tani është futur edhe një program tjetër shumë fantastik që është një late night me Denis Taullaj. Pra ka prodhime të tjera dhe unë besoj do mbyll javën. Uroj që ta mbyll me mendime të reja për javën tjetër nxitur nga temat. Seanca e parë e drejtuar nga unë bashkë me Jonën do të jetë seancë e parë për një temë të caktuar ku do të kemi disa histori. Ndërkohë që bashkë me Elonën do të edhe ju do vazhdoni të trajtoni histori specifike që nuk janë pjesë e një teme të caktuar. Gjatë këtyre kohëve kur po mendoja për temën, u frymëzova nga një rast, që ishte një rast që bë shumë I famshëm në Amerikë për një grua e cila vrau 3 fëmijët e vet dhe tani ishte në gjyq, pra po priste gjykimin. Historia kishte ndodhur para disa vitesh dhe diskutimi ishte që a është kjo e pafashme apo jo, sepse ka qenë në efektin e postpartum të psikozave të postpartum. Tash mbrojtja thotë të gjë, prokurorët akuza thotë ishte paramenduar si krim, pra ka diskutime, do t'ja them më vonë si është historia, por postpartum është diçka që unë e kam vënë që kanë filluar të flasin, madje unë falenderoj shumë edhe Orinta Hutën dhe programin e saj, sepse ajo më ndihmoi shumë me shumë histori që kishte mbledhur gjatë diskutimeve, e ka një podcast të dedikuar për mamat, dhe atje kishte shumë gra të njohura apo jo që thonin që ne kemi pasur probleme në mbasllindjes. Unë personalisht nuk e kam përjetuar të gjë, padyshim lindja shoqërohet me çuditëra, me kuriozitete, me gjëra të reja, me lodhje trupi, por ka disa që e kalojnë deri, domethënë mund të kalojnë edhe në nuk ka vetëm depresion postpartum, po ka edhe perinatal që vjen gjatë, dhe gjatë, shoqërohet gjatë shazanisë. Po ai postpartum është që duket më shumë sepse gjendja shfaqet edhe të afërmit e vënë re, dhe janë ato prishmëri që nëna duhet të lidhet me fëmijën, edhe bën më të dukshme dhe për këtë ndoshta e shikoj me habi kur ndodh, por më mirë që dalin këto efektet negative sepse na bëjnë që të kërkojmë ndihmën. Shikon, një arsye që pse doja ta diskutoja këtë është se për shumë njerëz të ankohesh apo të mos duash të prekësh fëmijën apo të jesh shumë mbrojtëse për shembull ndaj babait të fëmijës, pra të kesh to sjellje, nuk di se si ta artikulojnë këtë gjë dhe shpesh e quajnë përgëdhelje të nënës. Po përgëdhelje shumë ose që e çuditshme ose nuk e do fëmijën. Dhe si gjithmonë kemi diskutuar gjithmonë këtu që peshën e fajit që ka gruaja së pari dhe pastaj nëna. Dhe padyshim postpartumi nuk ndodh vetëm tek fëmia e parë, mund të mos ndodhi, mund ndodh tek fëmia e dytë, nuk I dihet, por kryesisht kur ndodh tek fëmia e parë është shumë e vështirë për nënën sepse thotë ndoshta kjo jam unë, mund të jetë kjo jam unë, domethënë ndoshta s'dua fëmijën tim se nuk e kupton, se është mendoj që çdo ditë 24 orë që ti ke këtë ndjesi dhe ti nuk e di kur mbaron dhe çfarë është. Kështu që për mua ishte shumë e rëndësishme që ta diskutonim këtë për të kuptuar edhe ata që na ndjekin që it's okay. Mund të ndodh kjo. Nuk është se nuk e doni fëmijën ose nuk është se nuk e doni babain e fëmijës apo nënën apo vjerën tuaj. Sepse ka raste dhe e përmenda këtë rastin e dytë se një rast ka është edhe Joana që kemi këtu në studio. Joana, përshëndetje. Mirëmbrëma vajza. Mirëmbrëma. Faleminderit. Faleminderit që ke ardhur dhe ne e hapet dhe unë them gjithmonë që kur fillon me një bebe sezoni, këtë I thonë në kinema, kur fillon seriali me një bebe është fati marr. Vajzën tënde 5 muajsh me një super emër Yllka, më pëlqen shumë. Ajo po flet ande nga dhoma tjetër, nga studio pa manualit është duke fjetur. Sa e zuri gjumi. Pa, gjeti rehat në një studio dating për diskutime dating. Sa e ka zënë gjumi. Ti kujdesesh për gocën dhe je gati full time e përkushtuar për vajzën. Dhe tamam historia jote nuk është një histori e një depresioni postpartum, është historia e një ankthi që ke ti, ankthi që ti zgjohesh dhe çdo natë përpara se vajza merr frym. Po. Ke ankthe ekstreme, mendime intrusive nga frika se mund ta humbasësh të fëmijë. Para se të shkoj tek historia dhe para se të fillojmë, dua t'ju them që ky është rasti I ankthit. Pra nuk është rasti I depresionit apo I situatave siç ndodhi me historinë e gruas në Amerikë, por e kemi dhe atë rast. Kemi dhe një rast të rënd të një gruaje që ka menduar të hedh nga balkoni fëmijët e vet. Kjo është më pas është historia e fundit, historia që vjen pas historisë së Jonës është një grua që mendoi se pas lindjes jeta e saj kishte marrë fund. Ndoshta kishte më shumë dhe marrëdhënie me veten. Sesa me fëmijën, edhe kjo është pjesë e këtij diskutimit. Jona, 34 vjeç, si për Marsa. Ky fëmia
besojsh bekimi, apo ja? Patjetër. Ka ardhur mbas 5-7 zanive të humbura. Pas 5-7 zanive të humbura dhe shumë kërkuar. Të shumë kërkuara. Të shumë kërkuara. 5-7 zani është goxha. Kam dëgjuar dhe kam njohur histori të tilla, ka momente që do riqen fare. Unë si natyrë, unë nuk heq dorë kurrë. Pa. Dhe tek puna, imagjino pastaj në gjëra personale. Po edhe këtë mbi ngarkesën emocionale që sjell lindja pas, e sjell edhe pak ajo ndjesia për të qenë perfeksioniste dhe në vijim të asaj që the që mbase unë nuk jam për këtë punë, ka edhe të tjerë që mendojnë apo e bëj mirë mjaftueshëm, domethënë a jam lartësinë e të qenë një nënë e mirë, se këto vitet e fundit është shtuar shumë edhe presioni mbi nënat, që duhet të jenë nëna shumë të mira, të jenë shumë të mira në punë, po që të jenë dhe fizikisht shumë mirë. Dhe ky presioni të vë ndonjëherë në cep që ti thua, a jam lartësinë e të qenurit në këtë një nënë e mirë, një bashkëshorte e mirë apo jo? Duke personalizuar, duke kthyer në rastin tim, Ylka ka ardhur e shumë kërkuar pas shumë vitesh që ne. Sa vite kishe që përpiqesh ti? Dhe sa vite kalove këto? Për rreth 5 vjet. 5 vjet. Për 5 vjet, domethënë unë çdo vit isha shtatzan nga një vit. Erdhi shumë natyrshëm, domethënë shtatzania e parë. Po. Dhe humbin e parë nuk e morëm aq shumë keq. Pastaj me kalimin e kohës kur filluan situatat të ndodhin edhe më shpesh, fillon edhe ajo pyetja me veten, pse po dështoj unë ke kjo? Të bëj një pyetje nëse mund ma thuash, kush ka qenë koha më gjatë që e ke mbajtur në trupin tënd? Ka qenë 25 javëshe. Që i bie sa muaj? 5 muaj e gjysmë. Është goxha. Është goxha. Shumë informuar, po. Trupi im atë shtatzani e përjetoi si lindje, por ndërkohë nga ana tjetër, sepse ajo ishte lindje natyrale, ndërkohë nga ana tjetër shpirtërisht ajo ishte një humbje e madhe për mua. Para pëlqej që t'i vë një emër gjithçkaje që unë të kem mundësi të merre më kollaj me të. Dhe në këtë rast, unë nuk e quaj depresion, por e quaj një si deep recession, një rënje e thellë, në atë rast emocionale. Dhe e kisha më kollaj që të mendoja dhe të ndjeja që kjo është një rënje e thellë emocionale, por ka një fund kjo. Sa zani ishte kjo? E dyta. Kjo ishte e dyta. Po, kjo ishte e dyta. Dhe po u përjetua më shumë sepse ne i vum edhe emrin, ishte vajzë. Kaloi 3 muajshin edhe padyshim. Domethënë u bën shumë gjëra që u konkretizua shumë, u bë shumë e prekshme. Edhe ajo që pasoi më pas ishte edhe ajo që më preku mua, domethënë. Ndërsa me Ylkën ishte komplet ndryshe, ndoshta e nisur dhe nga historia e humbjeve. Me Ylkën e kam përjetuar më tepër si një ankth që a është mirë, apo e bëj unë mirë mjaftueshëm, apo merr frym, dhe sa herë që unë jam duke bërë diçka me Ylkën në krah, mendoj 20 skenare paralelisht që në këtë moment çfarë mund t'i ndodhi Ylkës që unë si mund ta parandaloj unë. Dhe pastaj a është e parandalueshme dhe pastaj them o Zot, ruaj nga ato që s'po mendoj dot unë tani. Po çfarë për shembull, çfarë ndodh me ty? Se unë citova mendimet intrusive. Çfarë ndodh në trurin tënd? Mendimet intrusive mund të themi dy raste për shembull. Po që këto janë të shpeshta, në gjithë shkallët unë për shembull, në shtëpi, mendoj 20 skenare se po sikur të bie unë nga shkallët tani. Domethënë, në çfarë momenti si do bie unë që të mos vras vajzën, që mos të dëmtohet vajza. Mendon shpesh to? Po këto janë të përditshme dhe të përorshme, të përminutshme sa që gjithë shkallët. Po tani po mendon për shembull për gocën? Shiko, ndodh ca momente që njeriu është kaq i qetë sepse tani vajza është me mamin tim. Okej. Edhe janë disa njerëz se ti ndihesh me të vërtet që mund të flesh rahat, edhe e di që vajza është në duart sigurta. Sa duart sigurta ke rreth teje? Sipas teje, se mund të jesh shumë, po sipas teje. Jo, sipas meje mund të jenë ke 4-5 persona që unë. Po mirë që nga si numër, se më shumë do ishte problem. Po e kam pasur një mbështetje maksimale, domethënë bashkëshorten dhe familjen. Bashkëshorti mund të mos merret shumë me vajzën, por kur merret, domethënë kur vjen nga puna, ai mund të kujdeset që unë mund të bëj diçka tjetër, që unë të jem e qetë. A mund ta laj ai vet? Jo. Ai vetëm mund ta mbaj. Ai natën çohet, a mund të çohet natën ai në vendin tënd? A mund të flesh ti dhe të çohet ai të jetë të ta them se si kemi menaxhuar. Jo, bën apo jo, por a do të mundet? Po mundet. Po mundet. Por unë duke qenë kontroll frik si natyrë, dua që të jem dhe vet aty. Cila është koha më e gjatë që rri larg ose ke ndonjë larg? Larg vajzës? Po. 2 orë. Ndonjëherë kur un kam pasur një punë, për shembull, dhe kam mbajtur mamin në shtëpi,
Po Ylka e ka kuptuar tipin tim që unë nuk që jam control freak dhe ajo ka lënë biberonin që në datë 26 dhjetor. Edhe tani ajo e di që do të ri gjithmonë me mua që ta ushqej. Shiko, se ti the përmendë shkallët. Po, pas shkallëve janë pushimet, është makina, rrugë të gjata. Po. Janë plazhet, është deti, është avioni. To, mendime i keti? E kaluam një eksperiencë me avionin, edhe nuk e pata. Nuk e pata sepse Ylka bëri një skenë aq të madhe sa 200 veta po mendonin e shkreta ajo atje që ajo se dili atje që po qan ky bebi kaq shumë. Ose nuk të thash shumë e shkreta, tha merre bebin e vej. Po kur hamne në të Po ajo kam qenë unë përpara se të vinte Ylka. Edhe pas bëhesh për ty. Edhe ai stresi ishte më shumë që po qante vajza, po çfarë po mendojnë këto 200 veta tani. Po pastaj në makinë ndodh shumë shpesh se unë kaq jam nuk e kam lënë punën plotësisht se po merr me vajzën, po bëj dhe punën paralelisht. E marr gjithmonë vajzën me vete në për takime, në për konferenca. Edhe jam gjithmonë në makinë, mos të ndodh një aksident, domethënë po nga ana që është vajza, si mund ta shmangu, si mund ta kontrolloj unë. Këto janë të persistente, të vazhdueshme këto. Shiko, kjo pjesa që përmendet ti të ankthit dhe para se të kaloj edhe tek Kiona, që ta diskutojmë të pjesën e ankthit postpartum, që nuk është pra, në këtë rast nuk është depresion, që padyshim ka një justifikim sepse 5 tazani domethënë në një moment i bravo qofsh që nuk e hequr dorë. Pra ti të ndodhi rastisht apo më fal, pyetja para apo nuk hoqe dorë? E provove prap. Jo, unë nuk hoqa dorë kurr. Nuk hoqe dorë. Nuk hoqa dorë. E fundit sa zgjati tazania e 5? 7 javë. Diçka e tillë. A e kuptove çfarë kishe? A u sqarove me mjekët apo po patjetër, unë mund të jem sa me shoqet tallemi shpesh se mua vetëm diploma më mungon tani, domethënë. Unë kam studiuar kaq shumë për këtë gjë, jam marr kaq shumë me veten për këtë gjë, sa e kam gjetur shkakun gjithçka që ka ndodhur dhe unë kam punuar shumë edhe nga ana shëndetësore me veten. Zbulova që isha celiake, që duhet të isha gluten free për çdo gjë, lactose free. Kur erdhi Ylka, e vetmja gjë që s'kisha provuar isha që të lija punën. Dhe bashkë me bashkëshortën vendosëm, okay, do ta lëm punën, domethënë do heqim një gjë që se kemi bërë deri tani, stresin. Edhe hoqa dorë nga puna dhe aty ishte momenti kur unë mora më shumë me veten. Fillova pilatesin, fillova tenisin, unë shkoj në një kor, International Chamber Choir, këndoja aty çdo tente. Domethënë unë mora kaq shumë me veten që të ndihesha mirë shpirtërisht dhe emocionalisht dhe fizikisht, që të lija hapësirë për një gjë të mirë të vinte tek unë. Po kur e pe momentin e parë, domethënë pas 5 humbjeve, më në fund mbaruan 9 muajt. Si ishte kjo? Ai ishte momenti më i bukur i jetës time. Por ishte ankthi më i gjatë i jetës time, momenti që deshta qau Ylka. Pastaj kur qau i thash Marsin ta shikoj se okay, po marroni punë, po ta shikoj. Ne këndoj një ninull, e ke thënë, Elona, se këndoj një ninull edhe kjo ka qenë muajin e parë. Në muajin e parë. Që se besoj që e kishe. Po, në muajin e parë, unë duke qenë se kam shumë qejf të këndoj edhe i kisha bërë një ninull Ylkës. Edhe që në 2 fjalit e para, filloja për të qartë direkt se thosha, okay, tani është reale kjo. Domethënë erdhi radha ime në një farë mënyre. Edhe kjo më zgjati për një muaj, domethënë sa e pata të vështirë ta rifilloja t'ja këndoja atë ninullën. Po ma bëri Ylka më të thjesht gjën që ta pranoja gjithë realitetin. Jona, duke dëgjuar ty sa artikuluar dhe mençur edhe vendimet që ke marrë dhe fakti që i kushtuar edhe jetës tënde, domethënë fizikisht, moralisht, shpirtërisht, edhe me muzikën, me choir, të më pëlqejnë shumë edhe nuk ta kemi frikën fare, mund të vazhdosh tash të bësh disa kalamaj të tjerë. Po këto mendimet që ke, këto intruzive që ke vazhdimisht, sepse prandaj je këtu, sepse janë këto mendime. Domethënë u ngacmove nga tema, të lodhin. Patjetër, këto të ezaurojnë. Këto të ezaurojnë, sepse këto bashkohen me lodhjen fizike, me pagjumsinë, që patjetër ato balancohen nga dashuria shumë e madhe që jep dhe merr me fëmijën, kur e shikon aty dhe është produkti yt, është krijesa jote, por këto të ezaurojnë. Jona, mund të bëj një ndërhyrje. Ti ke pasur këto mendime edhe përpara? Më i ke ndjerë në situatën më hershme të jetës tënde? Këto mendime po sikur të ndodh diçka? Apo janë shfaqur vetëm në këtë pjesë të jetës? Jo, unë si natyrë jam natyrë anktioze. Domethënë jam natyrë që nuk i lë dot gjërat jashtë kontrollit. Unë jam natyrë që si kam qejf surprizat. Se çështja jote ti kontrolloj. Domethënë unë dua të kontrolloj të gjitha gjërat. Më ka shoqëruar ky ankthi, po
ankthi që të më ezauroj mua, domethënë fizikisht dhe emocionalisht ka ardhur mbas lindjes yllkës. Nga puna që kam bërë me veten gjithë këto vite, un kam kuptuar qasjen që un kam me gjërat. Mund të kem suksesuar në shumë gjëra që unë i kam paramenduar që do suksesoj kjo. Dhe me shtatzanit, e kapa veten që me shtatzanit unë gjithmonë kisha frikën e humbjes, jo frikën e suksesit. Përfundon të ashtu. Nuk e kontrollon dot. Shesh kontrolli tënd edhe. Po, por kur me yllkën, unë fillova ndryshova mendësi. Fillova dhe duke lexuar shumë, duke parë edhe shumë, duke ndjekur shumë mjek të ndryshëm që kam punuar me këtë gjë. Disa këshilla dhe udhëzime të një mjeku amerikan, Dr. Daniel Amen, dhe disa meditime të Joe Dispenza, mua më kanë ndihmuar jashtëmase që të ndryshoj mendësinë. Domethënë qasja ime mos ishte më okay, do ngesh shtatzan, po do ta humb, ose po sikur ta humb. Po si mendoje ti? Unë do shkoj deri në fund. Unë do suksesoj, unë do ta kem krah të fëmijën. Dhe ja thosha vetes të 24/7. Domethënë sa herë që isha duke bërë diçka, isha duke thënë ajo që ke bërë ti në këtë pikë, ke qenë duke sfiduar mendimet intruzive ose ndërhyrë, si i themi në shqip, për njerëzit që ta kuptojnë, pra mendime të shpejta që ne i mendojmë nga si në mënyrë automatike, pra nuk është se i mendojmë në mënyrë logjike, dhe këto fillojnë edhe japi një efekt tek trupi jon që të ngrinë ndonjëherë, mund të japi efekte të ankthit, të simptomeve që ti ndjen dhe në trup, sepse trupi jot mobilizohet, sepse merr sinjalin, po sikur të ndodh kjo gjë. Po, në rastin tim këto kanë qenë. Po ti e ke sfiduar në këtë pikë, duke thënë që unë do t'ja dal, pra do ja rri, e kam sfiduar, e kam punuar shumë me vete që ta sfidoj këtë lloj mendimi. Po e besoje? Sepse nisa ta besoj. Duke dëgjuar këto mjek, domethënë ky mjeku Dr. Daniel Amen, ky e konkretizonte jashtëmase problemin e një problem mendor ose emocional ose një mendim negativ. Një shprehje e tij që mua më ka ngelur në mendje ishte mendja është një organ shumë dinak. Nuk duhet të mendojmë çdo mendim idiot që mendojmë. Ç'duhet i besojmë. Duhet i besosh? Don't believe every stupid thing you think. Dhe kjo gjë të jep një si avantazh. Që thua, pastaj fillon dhe dyshon, thua, po sikur të jetë mendim budallik për shembull, po sikur të jetë budalliku im që mendja ime po e shpik këtë. Okej, kjo gjë që ti ke bërë dua ta cilësoj që eksaktësisht bëhet në terapi, pra sfidimi këtyre mendimeve. Prandaj ty të ka ndihmuar se e ke sfiduar. Po, më ka ndihmuar jashtëmase duke e pyetur vetëm, po a është vërtet kjo gjëja, po pra vën dyshim mendimin intruziv në të rast. Jo, këtë lloj ankthi që ka përjetuar Joana, që është dhe një ankth që vjen mbas dramës, po them, dramave që kanë ndodhur në mbas tjetrës. Dhe kjo besoj që është diçka shumë e zakonshme edhe me histori të tjera, sepse ka shumë gra për shembull që in vitro. Nuk është vetëm kjo pjesa, është dështimet me in vitro. Me mos të bërit fëmijë fare. Është e njëjta gjë kur lindin, kur bëjmë fëmijë pastaj. Ka këtë ankth, pra është shpesh kjo gjë. Ndodh edhe pjesa e ankthit, jo vetëm depresioni që ta diferencojmë, sepse në rastin e Joanës për shembull, ajo që ka ndodhur është një strukturë shumë tipike e ankthit, me gjithë simptomat e mundshme. Ndryshe nga depresioni që ne biem dëshpërim, kemi mungesë të vlefshmërisë të vetes, kemi mungesë energjie, ndodh një shkëputje ose distancim me fëmijën. Në rastin e Joanës ka një përkujdesje të vazhdueshme, madje të tepërt ndaj fëmijës që e bën të kundërtën asaj që përjetohet në rastin postpartum. Edhe shumë sjellje të tjera që ti i ke ndaj vajzës ose ndaj kujdesit të vetes. Por është një kujdes i tepërt, sepse këto mendime të bëjnë që ti të fiksohesh, pra të kalosh në fiksim. Dhe ndodh që ankthi shfaqet, pra nuk shfaqet vetëm depresion postpartum, por edhe ankth, sepse fillon shqetësimi mbi gjërat të cilat ti nuk i ke jetuar më përpara, ose mund të vinë nga eksperienca, ose gjatë lindjes, ose momenti i lindjes që e shfaq pjesën e ankthit. Edhe ti mund të mbetesh aty nëse nuk trajtohet. Nëse nëna nuk ballafaqohet me mënyrën e mendimit që ka, që ti thuhet siç ka ndodhur në rastin tënd, që përmes kërkimeve të tua ti ke hedhur dyshime mbi ato mendime intruzive ose që vijnë në mënyrë automatike, sepse ti sjell sistemi yt i mbrojtjes. A mund të jetë vetëm ky shkaku apo ka, sepse ti e pyete dhe ishte një pyetje shumë e bukur që të ka ndodhur episode të tilla para se të ndodhin në Tanzania, pra që pas të ankthit, sepse un kam për shembull me fëmijët e mi kam ankthe, kam raste kur jam tërësisht e qetë dhe kam disa ankthë specifike. Që është ankthi i avionit. Një që e kam kështu, kur udhtojmë me avion. Po kam disa ankthë për shembull që i fillojnë kokën time dhe i përpunoj. Po dal në atën, po kthehem në shtëpi, është ky ankthi, po ky
është një ankth që tu ka, domethënë është, më duket sikur është një ankth natyral, pra jo çdo ankth vjen nga një dram, mund të jetë edhe ankth nëne. Ne ta kuptojmë ne këtë. Po. Ka ankth të ndryshme, ankth që mund të shkojnë deri në fobi, frikë ekstreme për gjërat. Mund të kemi ankth për shëndetin, për shembull, ankth që ne shqetësohemi për se kam të sëmundje apo kam një sëmundje tjetër, mund të jetë ankth që është për fëmijën, siç e the, që ti shqetësohesh se është një krijesë komplet e varur prej teje dhe është një prirje natyrshme nënave që të kujdesen për të. Dhe është dhe përgjegjësi e shtuar sepse të tjerët ta japin këtë përgjegjësinë që ti tani duhet kujdesesh, duhet të rrisesh, duhet mos kërcënoj ti tek fëmijë, dhe ti je në një alarm të vazhdueshëm. Po mendoj që alarmi prapë është i shëndetshëm, se është pjesë është një alarm i shëndetshëm. Ka ankth se del në balkon dhe s'është normale, është derisa këto nuk bëjnë intensive dhe janë të përditshme, janë të vazhdueshme. Nuk provokon vetë, domethënë. Dhe nuk zgjaten me javë të tërë apo me muaj të tërë apo vite. Ndonjëherë kemi edhe vite që një nën mund të qëndrojë pikërisht në këtë stat, mund mos e kaloj asnjëherë. Prandaj është e rëndësishme që ne të kërkojmë ndihmë në momentin që shfaqen këto simptoma. Joana, ti fatmirësisht nuk je në rastin që do flasim pak më vonë, nuk e qenë se ke kaluar atë lloj rasti. Jo. Ti padyshim ke edhe një ankth në një lloj mënyre të justifikuar, sepse kujdo, jo vetëm shtatzani, por nëse ne na përsëritet një dram 2-3 herë dhe pastaj edhe ne kemi dyshimet tona pse po na ndodh kjo, për çdo lloj gjëje në jetë. Mua më vjen shumë mirë që ti ke në një lloj mënyre ke manifestuar dhe fale, sepse edhe unë ndjek Joe Dispensën. E ke manifestuar këtë gjë, domethënë në formën tënde e ke kërkuar, e ke parë fëmijën tënd dhe kjo është fantastike. Po tani thej që luan tenis, vazhdon pilates, sepse tani ky është një fazë tjetër, pra mbaroje e fitove fëmijën. E fitove, siç e themi ne në shqip, e ke tënden, tash është ky ankthi. Për të cilën si gjithmonë them, jeni këtu se ndonjëherë futemi kështu dhe unë i kujtoj njerëzit që je këtu sepse të ngacmoj kjo gjëja. Prandaj je tek seanca parë. Tani me këtë çfarë është një gjë për ta mbyllur dhe bisedën tonë, sepse ke edhe një kos shumë të urtë, fantastike, s'ka qarë. Megjithëse unë do doja një zë fëmijë, se kam marrë malli për bebet. Çfarë je duke bërë ti domethënë aktualisht? Sa mendoj që mund ta kontrollosh ti këtë ankth? Nëse je duke punuar me këtë? Shikom, kjo është një gjë që duhet punuar çdo ditë, për ndryshe unë mendoj se kjo mund të përshkallëzojë në depresion pas lindje. Me thënë, ato mendimet intrusive që çdo nën i ka dikush më shumë, dikush më pak, në qoftë se ti nuk i pranon që i ke, ose në rastin tim, qoftë se unë nuk do t'i pranoja që i kisha, edhe nuk do t'i diskutoja me partnerin tim për shembull, ose do ndjej një paragjykim nga ana ti, që o çajnë këto budalliqe, do e mbaja më tepër brenda vetes dhe për pasojë ato do akumuloheshin edhe do të vjen dyshim mëmsin. Që a e bëj unë këto, a jam unë për këtë gjë. Kjo për mua është punë e vazhdueshme, puna me mendjen dhe puna me gjendje emocionale është punë e vazhdueshme. Dhe shumë e rëndësishme, tha disa herë Joana, është rëndësishme edhe shumë familja. Shumë rëndësishme edhe njerëzit që ke afër që ta marrin seriozisht të gjithë, të ndihmojnë edhe ta marrin seriozisht për nga ana tjetër të mos gjykojnë. Domethënë, le seriozisht që është diçka, gjykimi është kryesor, sepse ty të bën që ti ta thuash. Domethënë ti ta shprehësh atë gjë. Në të kundërt, nëse ti e mban për brenda, bëhesh një antar i shoqërisë i dëmshëm edhe jo komod, si për familjen tënde dhe për jashtë. Jo, në fakt nuk do lija pa anashkaluar faktin që një prirje jotja personale, se duhet ta diferencojmë edhe këtë gjën, është që ke një lloj strategjie për të pasur gjërat në kontroll. Pra që ka nisur më herët, është krijuar secilësi personaliteti e jotja. Edhe kjo pjesa e kontrollit të tepërt mbi gjërat e jashtme të brendshme bën që ti ta zhvillosh një ndjesi shqetësimi ndryshe nga të tjerët. Prandaj edhe ankthi shfaqet në këtë formë, që ndjen sot me këto lloj të mendimeve intruzive. Besoj kjo duhet punuar pak që të shkojë në nivelin që ty mund të të liroj. Kjo më bën të ndihem si mirë mua, domethënë më bën të ndihem shpesh mirë dhe gjë që duke bërë këto hulumtimet, unë kam hasur në një studim që thuhesh njerëzit që jetojnë Hakuna Matata, jetojnë më pak. Domethënë ai ankthi që kanë ca njerëz i bën që të jetojnë më gjatë, sepse shmangin gjërat që janë të ndalueshme. Domethënë gjëra që ti mund t'i parandalosh i bën me këtë ankthi. Ankthi është pjesë e njeriu të zgjuar tani. Unë thash do t'i thosh me çik ankth. Joana, unë falenderoj shumë edhe faleminderit që ndave këtë histori, faleminderit që ndave edhe gjëra që ndoshta shumë rrallë ndajnë në ekranet shqiptare. Edhe pjesën e shtatzanive dhe lindjen dhe ankthin tënd je fantastike, je një kohë fantastike dhe për të marrë shembull edhe për optimizmin dhe faktin, kemi shumë qejf se gjithmonë tek seanca parë na vinë njerëz gjithmonë histori sidomos grash që merren punojnë me veten e tyre. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që
Te Dalina Show nuk kemi vetëm, nuk është pjesa dramës, është më e rëndësishme të dëgjojmë nga juve dhe ju jeni shembull të vërtet se si të punosh me të. Jeni shumë më mirë se pjesa se Jona, se mua, se gjithë filozofët dhe moralistët e ekraneve, jeni juve me këto histori tuaj që si keni punuar dhe se si ja keni dalë tramave apo vështirësive që keni kaluar. Kështu që falenderoj. Faleminderit shumë edhe që mu dha kjo hapësirë, se e kam dhe si praktik personale këtë gjë që nëse ka një gjë që më shqetëson mua, unë do të diskutoj me shumë njerëz. Nëse ka motivuar qoftë edhe një person që pas në fund tunelit ka gjithmonë dritë, më vjen mirë.